Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Dhe të shikojmë çfarë na thon letrat tarot për 12 qenët e zodiakut për ditën e njëjtë 13 gusht 2026. Ju faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe. Dashi, letra e tarotit për këtë të njëjtë dash. Mbretëresha e pentakulave e përmbysur. Kjo letër mund të tregojë shqetësime në shtëpi që lidhen me parat, shpenzimet ose mënyrën se si po menaxhohen çështjet financiare në familje. Nuk është një lexim shumë i lehtë, por lajmi i mirë është se sot hëna në vigjeresh të ndihmon ta shohësh situatën me më shumë qartësi dhe logjik. Në vend që të lejosh emocionet të pushtojnë, mund të kuptosh se çfarë po e shkakton vërtet problemin. Dhe më e rëndësishmja, mos humb kohë duke kërkuar fajtorin, edhe nëse dikush tjetër ka bërë një gabim, fajësimi nuk e zgjidh situatën. Ti ke një aftësi të fortë për të reaguar shpejt kur përballesh me një problem, dhe sot pikërisht këtë do të bësh. Do të fillosh të kërkosh një zgjidhje konkrete, të mendosh për shpenzimet, të riorganizosh gjërat dhe të gjesh mënyrën më praktike për ta vendosur situatën në kontroll. Dhe po, ka shumë mundësi që ta gjesh zgjidhjen që kërkon. Mesazhi me të rreshës pentakulave, një problem financiar nuk zgjidhet me panik, por me qetësi, organizim dhe veprim praktik. Dhe këshilla e ditës për ju dash. Mos kërko fajtorin, kërko zgjidhjen. Sot mendja jote praktike mund të bëj pikërisht ndryshimin që të nevojitet. Demi, letra e tarotit për këtë të ënjte, mbretëresha e kupave. Kjo datë vjen me energji shumë të bukur për ty, hëna hyn në vigjeresh, një tjetër shenjë toke, dhe kjo të sjellë qetësi, stabilitet dhe mbështetje emocionale dem. Për më tepër, letra jote e tarotit, mbretëresha e kupave, një letër e dashurisë, ndjenjave të sinqerta dhe pjekurisë emocionale. Kupat në tarot lidhen me botën emocionale. Kur shfaqet mbretëresha e kupave, kjo tregon se ndjenjat janë të thella dhe të sinqerta dhe të qëndrueshme. Nuk bëhet fjalë thjesht për një emocion të momentit, por për diçka që mund të ketë rënjet më të forta. Nëse po pyet veten se ku po shkon një marrëdhënie, shenjat janë shumë pozitive. Nëse ke dikë në mendje dhe po pyet veten nëse ai person të pëlqen, të mendon apo kujdeset vërtet për ty. Letrat e tarotit sot sjellin një përgjigje të bukur. Po, në dashuri është një ditë për të besuar më shumë te ajo që ndjen dhe te sinjalet që po merr nga personi përballë teje. Mesazhi i letrave të mbretëreshës së kupës. Ndjenjat e vërteta nuk kanë nevojë për gjithmonë për shumë fjalë. Ato shfaqen përmes kujdesit, pranisë dhe veprimeve. Te këshilla e ditës për ju. Hape zemrën, beso te ndjenjat e sinqerta dhe mos ke frikë të pranosh atë që zemra jote tashmë e di. Binjakët, letra e tarotit për këtë të ënjte. Dy shpatat e përmbysura binjak. Kjo letër tregon një ndryshim mendimi pas një periudhe të gjatë mosmarrveshjeje me dikë të afërt. Kur nuk je dakord me dikë, zakonisht përpiqesh të jesh i drejtë dhe të shohësh të dy anët e situatës. Por ndonjëherë miqtë ose familjarët të kanë quajtur kokfort, sepse kur beson fort në diçka, nuk ndryshon lehtë qëndrim. Dhe ndoshta ke pasur arsyet e tua, por më 13 gusht diçka ndryshon. Një informacion i ri mund të vinë në momentin e duhur dhe të bëjë të shohësh një situatë nga një këndvështrim krejt tjetër. Mund të kuptosh se ajo që dukej në një mënyrë më parë, në të vërtetë nuk ishte ashtu siç e kishe menduar. Mos ke frikë të pranosh se ke ndryshuar mendim. Të ndryshosh qëndrim kur merr informacion të ri nuk është dobësi, është shenjë pjekurie dhe inteligjencë. Dhe mesazhi i dyshës së shpatave e vërteta mund të ndryshojë mënyrën se si e shikon një situatë dhe këshilla e ditës për ju. Dëgjoj informacionin e ri para se të marrësh një vendim përfundimtar. Ndoshta ajo që të ka ndarë nga dikush mund të zgjidhet më lehtë nga sa mendon. Gaforia, letra e tarotit për 13 gushtin, mbretëresha e skopinjve gafore. Një nga letrat më dinamike dhe më të fuqishme të tarotit. Ajo të vendos në qendër të vëmendjes dhe të tregon një version tëndin plot vetbesim, energji dhe vendosmëri. Ti je gati për hapin tënd të madh. Ndoshta ke pasur një vendim për të marrë, një ëndër që ke shtyrë ose një ndryshim që ke menduar prej kohësh. Sot mund të marrësh një informacionin që të ka munguar dhe më në fund ta kuptosh se cili është drejtimi i duhur. Hëna në vigjeresh të ndihmon të mendosh më qartë dhe të marrësh një vendim të rëndësishëm me më shumë siguri. Dhe lajmi i mirë është se vendimi që merr mund të çojë në një drejtim shumë pozitiv. Në 13 gusht nuk ka shumë gjëra që të mbajnë mbrapa, edhe miqtë tu luajnë rol të rëndësishëm, duke të dhënë mbështetje dhe duke të kujtuar se sa shumë je i aftë ta arish. Mund të kesh ende frikë, por këtë herë frika nuk do të jetë më e fortë se ëndrat e tua. Dhe mesazhi i letrave tarot mbretëresha e skopinjve. Beso te vetja dhe mos zvogëlo fuqinë tënde për të bërë të tjerët të ndihen rehat. Këshilla e ditës. Merr vendimin që e di se duhet të marrësh, me vetbesim, mbështetjen e njerëzve të duhur dhe pa guxim, asgjë nuk të ndalon të ecësh drejt ëndrave të tua.
Luani, letra e tarotit për sot Luan, kalorësi i shpatave, një letër që sjell energji të fortë, vendosmëri, veprim të shpejtë dhe guxim për të ndjekur një ide deri në fund. 13 gushti mund të jetë një nga ato ditë vendimtare, kur vendimet që merr të çojnë në drejtimin e duhur. Mund të ndihesh më i sigurt në zgjedhjet e tua dhe të kesh më shumë qartësi për atë që duhet të bësh. Është sikur gjërat fillojnë të lidhen në favorin tënd. Kalorësi i shpatave tregon një ide që nis si diçka e vogël, por që mund të rritet shpejt dhe të kthehet në një mundësi shumë më të madhe. Prandaj nëse ke një plan që e ke menduar prej kohës, mos ki frikë të bësh hapin e parë. Hëna në vigjeresh, ndryqon fushën e financave për ty. Kjo të ndihmon të marrësh vendime më praktike dhe më të zgjuara me parat. Mund të kuptosh se ku duhet të kursesh, kur ja vlen të investosh ose si të organizosh më mirë burimet e tua. Mesazhi i kalorësit të shpatave, një ide e mirë ka nevojë për veprim, mos lejo që frika ose hezitimi të të ndalojë. Këshilla e ditës, mendo shpejt, por vendos me mençuri. Sot një zgjedhje e vogël mund të hapë rrugën drejt një ndryshimi shumë më të madh në jetën tënde. Vigjeresha, letra e tarotit për këtë të ënjte. 8 pentakulat e përmbysura vigjeresh. Kjo letër sjell një mesazh të rëndësishëm për lodhje mbi ngarkesën dhe nevojën për të kujdesur më shumë për veten. Hëna hyn në sheqen tënde dhe vendos në qendër të vëmendjes te nevojat e tua personale. Ti je ndër njerëzit që punojnë më shumë, kur vendosin qëllim, dëshiron ta bësh diçka në mënyrën më të mirë të mundshme. Kjo duket në punën tënde, në marrëdhëniet e tua dhe në punën se si kujdesesh për njerëzit përreth. Por ndonjëherë e çon këtë përkushtim shumë larg. Mund të përqendrohesh aq shumë te rezultati që harron veten gjatë rrugës. 8 pentakulat e përmbysura të paralajmëron pikërisht këtë. Mund të jesh duke u lodhur sepse ke kërkuar perfeksionin dhe ke haruar të pushosh. Me 13 gusht, nuk e pse ti provosh askush se sa shumë mund të bësh. Ndal pak, merr frymë dhe pyet veten nëse je mirë fizikisht dhe emocionalisht. Mesazhi i 8 pentakulave. Puna madhe është e vlefshme, por jo nëse të kufton shëndetin, qetësinë dhe energjinë vigjeresh. Këshilla e ditës, bëj një pushim pa u ndjerë në faj. Rezultati mund të pres pak. Ti duhet kujdesesh për veten sepse edhe makina më e fortë ka nevojë të ndalojë për të furnizuar me energji. Peshorja, letra e tarotit për sot peshore, bota e përmbysur. Kjo letër tregon një kapitull që po shkon drejt përfundimit dhe ndryshim që ti e ke pritur prej kohës. Ke qenë gati për një drejtim të ri në jetën tënde dhe ndoshta ke ndier se diçka duhet të mbyllej përpara se mund të eci akoma. Hëna në vigjeresh, të ënjten, sjell një pjesë të asaj qartësie dhe mbyllje që e ke pritur. Këtë ditë mund të lidhet me lam të mira, por jo domosdoshmërisht me trishtim. Ndonjëherë një lam të mirë është pikërisht ajo që na nevojitet për të krijuar hapësirë për diçka më të mirë. Mund të jetë një marrëdhënie, një situatë, një periudhë pune apo thjesht një mënyrë e vjetër të menduari që nuk të shërben më. Ti je gati ta lësh pas. Mos u kthe vazhdimisht te pyetja po sikur të kisha bërë ndryshe. Shiko pas dhe kujtoj vetes se ke bërë më të mirën që ke mundur, me atë që ke ditur dhe me forcën që ke pasur në atë moment. Dhe mesazhi i letrës tarot bota. Një fund nuk është gjithmonë humbje, ndonjëherë sporta që të çon drejt kapitullit tënd të ri. Dhe këshilla e ditës, mbyllë këtë kapitull me kokën lart, në të ardhmen do të shikosh pas edhe do të jesh krenare që e bëre më të mirën dhe përfundove këtë rrugëtim me forcë. Akrepi, letra e tarotit për 13 gushtin akrep. Kalorësi i kupave i përmbysur. Kjo letër lidhet me emocionet e paqëndrueshme, humor të ndryshueshëm në situata ku nuk është gjithmonë e lehtë të kuptosh se çfarë po ndodh. Ti e kupton shumë mirë ndryshimin e humorit e njerëzit, por zakonisht përpiqesh të mos e lejosh që emocionet të kontrollojnë. Dhe pikërisht kjo aftësi do të të ndihmojë sot. Në një miqësi të veçantë mund të krijohet pa konfuzion. Dikush mund të sillet ndryshe nga zakonisht, të jetë i tërhequr, nervoz ose thjesht i paqartë në komunikim. Mund të mos e kuptosh menjëherë se çfarë ka ndodhur, por mos u nxito të reagosh. Hëna në vigjeresh të ndihmon të qëndrosh i qetë dhe të zgjedhësh fjalët me kujdes. Një bisedë e sinqertë dhe një përgjigje e matur mund ta kthejë situatën në drejtimin e duhur. Ndonjëherë nuk ke nevojë të zgjidhësh çdo emocion të dikujt tjetër. Mjafton të tregosh mirëkuptim dhe të mos përkeqësosh situatën me reagime impulsive. Mesazhi i letrës tarot kalorësi i kupave, emocionet mund të jenë të forta, por qetësia dhe komunikimi i mirë mund të rikthejnë ekuilibrin. Te këshilla e ditës për ju, nëse një mik si dhe çuditshëm sot, mos e merr menjëherë personale, por me qetësi dhe lëre situatën të qartësohet. Shigjetari, letra e tarotit për këtë të ënjte. 9 kupat shigjetar. Sot ke marrë nga letrat më të bukura të tarotit.
letra e dëshirave, kënaqësisë dhe realizimit të asaj që ke shpresuar për një kohë të gjatë. Nuk bëhet fjalë vetëm për të dëshiruar diçka. Kjo letër tregon mundësinë që dëshira jote të fillojë të bëhet realitet. Në 13 gusht, hëna hyn në Vigjeresh dhe ndikon në fushën e karrierës dhe statusit tënd shoqëror. Prandaj kjo është një ditë shumë e mirë për të treguar aftësitë e tua në punë dhe për të bërë pak më shumë se zakonisht. Mos mendo se përpjekjet e tua kalojnë pa u vënë re. Dikush mund të jetë sjell duke parë punën tënde, për kushtimin dhe mënyrën se si përballon përgjegjësitë, dhe ndoshta pikërisht ai person mund të jetë ai që të hap një derë të rëndësishme në të ardhmen. Nëse ke një projekt, detyrë apo mundësi për të treguar veten, jepi maksimumin. Një përpjekje e vogël shtesë sot mund të sjellë një rezultat shumë më të madh nesër. Mesazhi i 9 kupave. Dëshira është më pranë realizimit kur ti vepron për ta arritur. Këshilla e ditës, mos u kënaq vetëm për duke bërë minimumin. Shkëlqen atë që bën, sepse dikush i rëndësishëm mund të jetë duke të vëzhguar dhe vlerësuar. Britsjapi, letra e tarotit për këtë të ënjte, perandoresha britsjap. Një letër që lidhet me dashurinë, kujdesin, butësinë, bollukun dhe energjinë krijuese. Sot mund të ndjesh një lidhje më të fortë me anën tënde të butë dhe të kujdesshme. Edhe pse zakonisht je i fortë, praktik dhe i fokusuar te përgjegjësitë, sot zemra kërkon pak më shumë hapësirë. Hëna në Vigjeresh zgjon tek ti një energji më të ngrohtë dhe më të dhemshur. Mund të ndjesh dëshirën të kujdesesh për njerëzit që do, të afrohesh me familjen ose thjesht t'i japësh vetes më shumë dashuri dhe mirëkuptim. Në marrëdhënie, kjo është një ditë e mirë për të shëruar keqkuptime dhe për të treguar ndjenjat pa frikë. Një fjalë e butë, një përqafim apo një gjest i vogël, kujdesi mund të bëjë më shumë se sa një diskutim i gjatë. Por mos haro, kujdesi për të tjerët fillon edhe me kujdesin për veten. Jepi vetes pushim, ngrohtësi dhe hapësirën për të marrë frymë. Dhe mesazhi i perandoreshës, butësia nuk është dobësi, ajo është një formë e fuqisë me shërimi. Këshilla e ditës, lejoje veten të jesh më i butë sot, kujdesu për njerëzit që do, por mos haro të ushqesh edhe shpirtin tënd. Ujori, letra e tarotit për këtë të ënjte ujor, mbreti i skopinjve. Një letër që flet për forcë, vetbesim, guxim dhe aftësi për të udhëhequr. Ti ke më shumë tepër fuqi brenda vetes se sa ndonjëherë kupton. Kjo letër të kujton ato momente ku përballesh me diçka të vështirë. Nuk dorëzohesh dhe nuk fund kupton se i dole. Pikërisht kjo është energjia që po të shoqëron sot. Njerëzit që mbështeten tek ti mund të ndihen më të sigurt dhe më të mbrojtur pranë teje. Por sot do të mësosh dhe diçka të rëndësishme. Të jesh lider nuk do të thotë të jesh autoritar, apo të imponosh vullnetin tënd. Mund të udhëheqësh me qetësi, mirëkuptim me një fjalë të butë dhe përsëri të kesh ndikim të fortë tek të tjerët. Në dashuri kjo energji të ndihmon të tregosh kujdes, pa kontrolluar. Në punë mund të jesh personi që të tjerët kërkojnë për këshillë dhe mbështetje. Me mesazhin mbreti të skopinjve ujor, forca e vërtet nuk ka nevojë të bërtas, ajo duket në mënyrën se si qëndron, i qetë, beson te vetja dhe i frymëzon të tjerët. Dhe këshilla e ditës, beso te fuqia jote, udhëhiq me zemër dhe jo me presion, sepse ndikimi yt është i madh kur njerëzit të ndjekin me dëshirë. Dhe peshqit, letra e tarotit për këtë ënjte peshq, ylli i përmbysur. Kjo letër tregon një periudhë ku mund të ndihesh pak i lodhur emocionalisht, i shkënjyer ose sikur një problem vazhdon të të ndjekë dhe nuk po arrin ta lësh dot pas. Ti zakonisht përpiqesh të qëndrosh optimist dhe të besosh se gjërat do të përmirësohen. Për kohët e fundit mund të mos ketë qenë aq e lehtë. Ndoshta ke një situatë në dashuri ose në një marrëdhënie që të ka marrë shumë energji. Më 13 gusht, letra të këshillon të përpiqesh ta shohësh veten dhe marrëdhënien tënde me më shumë mirëkuptim. Jo çdo veprim i një personi tjetër duhet të interpretohet menjëherë në mënyrë negative. Ndonjëherë dikush mund të të bëjë diçka që të bezdis, por kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se ka qëllim me të këqija. Nëse marrëdhënia ka vlerë për ty, jepi një mundësi komunikimit dhe mirëkuptimit. Mbaje ende pak shpresë se gjërat mund të rregullohen, për të paharuar edhe vlerën dhe nevojat e tua. Mesazhi i yllit, mos e humb shpresën vetëm sepse gjërat nuk janë perfekte tani. Shërimi dhe qartësia mund të vinë kur zgjedh të shohësh edhe atë që është ende e mirë. Dhe këshilla e ditës, mos lejo një problem të vetëm të bindë se gjithçka ka humbur. Jepi vetes dhe marrëdhënieve të rëndësishme një mundësi për të përmirësuar. Ky është leximi i letrave tarot për 12 qenjat e zodiakut për ditën e ënjte 13 gusht 2026. Ju faleminderit që na ndiqni, na lini komentet tuaja dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.